Aleksandër Gjoka është nga zërat më potent të muzikës shqiptare. Ndryshe nga këngëtarët e tjerë, Sandri edhe në moshën 65 vjeçare vijon të këndoj live kudo ku është i ftuar. Por për të anës profesionale, ajo që ka më shumë interes është jeta private e këngëtarit. Ai është babai i 2 fëmijëve dhe me bashkëshorten është njohur fare rastësisht në Dajt, teksa ai po këndonte me kitar me një grup shokësh. Ka rreth 25 vite që Aleksandër Gjoka jetoni vetëm në Tiranë, pa familjen e tij. I pyetur nga gazetarët rreth ndarjes nga bashkëshortja, ai tha: "Unë flas gjithmonë hapur, kështu do veproj edhe për këtë pyetje të drejtë për drejtë që po më bëni. Unë, bashkëshortja dhe fëmijët tanë u shpërngulëm në Itali në vitin 1998. Kur shkuam atje, askush nuk më njilte si artist dhe më duhet të bëja punë të vështira krau për të mbajtur familjen. Unë vija nga një karrierë artistike dhe aty duhet të bëja punë nga më të ndryshmet që nuk kisha mësuar t'i bëja dhe në fund të fundit nuk kisha sepse t'i bëja. Nga këngëtar në murator, ishin gjëra që nuk kishin fare lidhje me njëra tjetrën. Nga këtu na lindi një problem familjar. Unë doja Shqipërinë, ndërsa gruaja Italinë. Kështu bëjmë një marrëveshje. Ajo qëndroi me fëmijët në Itali, ndërsa unë u ktheva. Ne nuk jemi divorcuar. Unë kur kam mundësi, shkoj dhe takoj gruan së bashku me fëmijët në Itali. Edhe ajo, për festa dhe koncerte, vjen dhe më takon. Ndihemi të rënditur kur lexoj lajme ku thuhet se jam i divorcuar. Kjo nuk ka ndodhur dhe vendin e gruas time nuk e zë askush, edhe pse jetojmë larg prej vitesh."